Egli Tako, ish konkurrenti e Big Brother VIP Albania, ka reaguar për herë të parë, pas shqetësimeve të ndjekësve lidhur me gjendjen e saj emocionale. Përmes një postimi në Instagram, ajo sqaron se nuk ndodhet në një spital psikiatrik dhe se është e rrethuar nga njerëz që e mbështesin. Ja çfarë thot ajo konkretisht? Ndjehemi të trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk po ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo diçka të ngjashme. Ka njerëz pranë që po investojnë gjithçka që kanë, që unë të rimarr veten, shkruan Egli, duke falendëruar ndjekësit për mbështetjen e tyre. Në reagimin e saj, ajo flet për ndjesitë që ka përjetuar dhe për raportin e saj me lojën brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Egli shpreh se ka pasur të vështirë të distancohet emocionalisht, por po punon për ta menaxhuar më mirë situatën. Ajo gjithashtu i është referuar deklaratave të gjestit, duke theksuar se disa lloj sjellje i kanë kujtuar eksperiencat të së kaluarës. Nuk duhet të jap më shumë detaje, sepse duhet të flas për të mirat dhe të mbaj për vete të këqijat, shkruan ajo. Në fund të mesazhit të saj, Egli shpreh mirënjohjen për të gjithë mbështetjen e marrë dhe thekson se po punon për të gjetur forcën brenda vetes e për të vazhduar përpara.